Yamal, Massaoui Ebana, ylli 17 vjeçari i Barcelonës, mban një emër që përfaqëson një histori të bukur dhe prekse familjare. Emri i tij plot nuk është thjesht një kombinim mbi emrash, por një shëmi i njohur për njerëzit që ndihmuan familjen e tij në ditët më të vështira. Babai i tij, Mounir Massaoui, nga Maroku dhe nëna, Sheila Ebana, nga Guinea Ekuatoriale, kanë kaluar një kohë të vështirë në rinin e tyre. Në një periudhë ku mezi përballoni qeran, dy të huaj me emrat Lamin dhe Yamal u gjendën pranë tyre. Ata i ndihmuan financiarisht pa kërkuar asgjë në këmbim, duke u dhënë shpresë dhe forcë për të ecur përpara. I prekur nga ky gest fisnik, Mounir u zotua se nëse një ditë do të kishte një djalë, do ta emëronte sipas tyre, duke nderuar mirësinë që kishin treguar. Kur djali i tyre i lindi në 13 korrik 2007, ata e mbajtën premtimin, e quajtën Lamin Yamal, duke bashkuar emrat e dy burrat që ndryshuan jetën e tyre. Mbi emrat Massaoui dhe Ebana do trashëguar nga prindrit plotësojnë emrin e tij, duke reflektuar lidhjen e tij me Marokun dhe Guineen Ekuatoriale. Kjo histori është një dëshmi e zemrës së madhe të familjes së Lamin Yamal dhe vlerën së mirënjohjes. Dhe sot ai ndjeron rrënjët dhe historinë e tij. Shprehjet e tij në fushë, si gjesti 304 për logjen Rakafonda, ku rrit apo flamujt e Marokut dhe Guinees Ekuatoriale në këpucët e tij, tregojnë krenarinë që ndjen për përjardhjen e vet. Emri i tij është një kujtesë e gjallë, se edhe një akt i vogël mirësie mund të lërë gjumë të përjetshme, dhe Lamin e mban atë me krenari në çdo hap të karrierës së tij.